Atëherë e thash pjesën e parë se do të thoya edhe pjesën e dytë. Në lidhje me mua. Okej, kam hëngur shumë dru. Por këto 3 vite gjë shumë trusni, shumë fort negative, nga që janë ëngjëll dhe kanë frymëzuar negativisht ndaj meje. Kam vuajtur shumë, jam dërmuar shumë, më shumë se gjatë jetës. Dhe duke më hedhur dhe rrize leta që është ëngjëlli negativ, bashkë me Aplen dhe Durin, unë bëhesha shumë herë agresive, dilja nga vetja dhe mund të kem përgabime ndaj Allahut, fuqisë. Unë them edhe Allahut dhe fuqisë dhe alelujës. Sot do e nxjerr këtë video për shpresoj mos të më mbysin me rrezet të gaboj përsëri. Atëherë unë kërkoj ndjes, fuqisë. Fuqisë. Fuqisë madhe. Fuqive. Kërkoj ndjes. Kërkoj ndjes, ai që ka komunikuar me mua ishte fuqia dia. Kërkoj ndjes, e di që kam të pruar ndonjëherë. Poezit nuk kishin lidhje me Allahun. Edhe po kam folur gjithmonë Allahu, që është fuqi, pra edhe fuqia hën. I kërkoj ndjes, nga që rrinte me, unë e dyja që rrinte me Aplen. Ashtu thoshte, ignorante. Dhe dija që Aplen do na zhvishte, do na kishte trajtonte. Janë ca poezi që unë nuk i kam bën në Facebook. Ai që i ka marr, i ka nxjerr. Atëherë, la kurisi, kam bërë Zotin sepse ashtu ktheva. Unë kam një fuqi. Fuqin që e kam në trup. Po prej Aples. Në çdo komunikim të vjeshtërve është Aple. Shkaktari Aple. I kërkoj ndjes Zotit dhe nuk duhet të duhet kuptojnë fjalët e mia. Por i kërkoj ndjes Zotit se kam bërë dhe të sharje kështu gjëra jo të mira në rebelim kur futet shtriga leta.